është për me thonë në gjuhën pak ma të vështë, this is bullshit. Kjo është bullshit. Pa ta paspori kushtetuta ja u garanton me pas më konë pjesë e qeverisë. Ramushi ka thonë që me edhe premtimet sakta që e votojnë. Nuk ka rëndësi, jëmë të folë në diçka tjetër. Nuk ka rëndësi, se pe di që po dhe, po prek. Nuk ka rëndësi, jëmë të folë për diçka tjetër. Jëmë të folë për që lufta, në këtë rast, me hedhë fajin, ndaj Lidhjes Demokratike të Kosovës, se s'po do më djega jo, për 6 muaj, është një betejë për bashkët që po zhvillohen nga VVD dhe PDK-ja. Dhe kjo është betejë e cila ka me prahu koalicionin VVD-PDK në qoftë se ka me pas koalicion. Që kjo është si pas menimit të. Pse më djegë? Pse po thonë mu s'po da më djegë? Pse si ke PDK në 2021, veç e ka pas kërka qeverin. Në pozit pas ne. Po më s'po da me hija e po thotë të kena djegë një Erdomirit, ka thonë intervist. Ka thonë, pse me hina nëse kena vishë për 6 muaj. Njëherë jena sakrifiku për Kosovën, ka thonë. Nuk o kje pytja, ka dalë shpak. Njëherë jena sakrifiku për Kosovën. Ka dalë shpak, nuk o kje pytja. Idea mu, Astrid. Mi thonë dhe kjo s'pozër me me, nuk është një tonë parmini në sponsor bajdo. Astrid, nuk është kje pytja, o Astrid. Përmënimin të. Nuk është kje pytja, ka dalë shpak. Jo, s'është kje pytja heq. Që kjo është pytja? Pytja është kështu, do me thonë LDK-ja ose PDK-ja ose cilat do për të, nëse e bojnë qeverin bashkë, nëse merën bashkë, ose djegën bashkë ose fitojnë bashkë. Jo me shfarë, një që DK-ja ka pas djegë ma shumë të ja, ka pas përgjysmu për DK-ja 6-7, pse duhet edhe njëhem, dhe gjëm, serios, për me bo qeverin të opozitës, është visha Musharadina, pa e s'ko që bën. Jo, ka da shpak. A e s'ko që bën, a i kuqysh s'ko qysh. Bile përse dhe fatmi lima është. Nëse këta merën bashkë, nëse merën vesh për me bo qeverin, do me thonë, dhe nëse 6 mujori është djegje për gjithë, s'mo nuk o veç për njonin, që ta për thonë? Bënës me dashtë të dhe. Në regullë është me dashtë. Unë e veç për thonë që kërkush s'poj thët, kërkush s'poj thët LDK-s, kërkush s'poj thët LDK-s, ka do me Astrid për govesh për, o Astrid, gopre, kërkush s'poj thët LDK-s me hi në kushtet pa barabarta. Ja, jo me hi kushtet pa barabarta. LDK-ja është nën shantajin opozitar. E vendosëm nën shantajin ashtu qujtër opozitor. Nëse të cilë me neve ti je ka mësën pozicionin elektorat që si pozicionës partit që është qëndrimi. Qëndrimi dhe kësë që na me opozitër nuk e përjashtojnë pas është momenti. Po dhe? Që kjo është qëndrimi. Qëfar shantajë? Qëfar shantajë? Kushë ka shantajë? Është qëndrimi dhe dhe kësë është. Qëndrimi dhe kësë është se përjashtojnë. Ilumina Vizhikut është. Qëndrimi Ilumina Vizhikut është. Opcionin e dytë nuk e mbyllin. Kryeministri dhe qeveri stabile. Kanë kërkesa, nuk e përjashtojnë opcionin. Konstitut që ma konkretizat. Cëllë është vëprimi konkreti për dëkës në ndërtimin e qeverisë të re. Sepse unë e di që shumë po Lumira Vizhikut cëllë është vëprimi konkret i për dëkës në ndërtimin e qeverisë të re. Sepse pati formale, që me ka qenë vëprimi konkret i Isa Mustafës, në kone Vlanit, dihet. E ka ti farmilima në Mushardina. Nesë me ka ndërtu koalicionin. Ose kërkojnë tjetër, me hi në kushtet të pa barabarta në qeveri. Do me thonë, nëse qeveria është 6 mujshre, që mund tjetë, edhe nëse kjo është djegje për partit, është djegje për se cilën partit. Djegje këmë se ju ka tek për dëkës më djegje. është djegje për se cilën partit. Se ju ka tek për dëkës, është do analista më djegje. Që të ka studiet televizive, për të djegë për djegë. Për të djegë për djegë. Sa për mu e djegë, se sa në të ndryshë. A pëse të lejmë me diskutuar? Jo me të diskutuar, se s'me diskutuar me ta. Po me ta me diskutuar.